Lulet I kanë qefe me shumë dashuri dhe përkushtim, po I punon në një formë të veçantë. Nuk janë lule natyrale, ani pse në pamjet e parë duken ashtu, por janë të punuara një nga një me dorë dhe me një material të qëndrueshëm me shumë delikatesë. Drita Grejqivci, ani pse me profesion është mësuese gjuhës shqipe, pasionin e saj nuk e harroi dhe tani po e praktikon atë nga shtëpia. Dëshira ime ka qenë edhe ma heret, me bo diçka një punë dytësore, edhe pse çdo herë unë kam kep me maqinë, do më thonë krejt fëmin, thuje se I kam rrit përmes punimeve dorës, po tash kur shpërndon fëmia, do më thonë ideja ka qenë prej vajzës, Ermira Hamza, që është me dekore mirët Ballantrell, po aty më ka lind ideja që kur për I bëj kanë këtë lule pse unë si bëj. Prandaj ja kom nisë dhe më ka pëlqy shumë. Lulen e parë kur e kam bë, kam fillu me punim me organtin, që ja kom dërgu vajzës. Tani kam fillu me letër krep. Do të thonë, është goxha një punë e vështirë, po kur ki nerva, kur ki vullnet, ja arrin çdo gjë. Modelin për të punuar këtë lloj lulesh e kërkoi shumë. Modelin e parë e kom pa te vajza që I ka përdor, po tani kam hulumtu, njëherë është dosh me hulumtu letra që thirret, tani kam pa videot në YouTube, edhe aty është dosh një 3 muj me I hulumtu, I kam shiqu mirë njëherë, se është goxha problem me orderit e, po për premje se kam pas problem se kam prej të isha vetë. Puna dhe përkushtimi deri tek finalizimi marrin një kohë të gjatë. Merë për shembull një lule, unë gati e punoj për shembull ato bardhë, nëse këtu që është me 2, afër një javë ditë. Një javë për me punu një lule. Se me pas qenë veç në shtëpi, po dihet që kish përfundu për 2-3 ditë, po me që jam e angazhuar edhe në shkollë, një javë ditë. Po për ta marrë punën kam qef me dal mirë, ato që janë dëmtume, se na vinë edhe materialet e dëmtume, po duhet me evitu materialet. Me llojin e materialit që punon, është vështirë të furnizohesh në tregun vendor. Në fillim I ka marrë vajza që thash, fillim kur kam qenë në Amerikë. Tani aty këtu ku gjej, është vështirë me gjetë materialin, se nuk ti me shumicë kur shkofsh edhe një vend me u furnizu aty. Po duhet me hulumtu, bile në fillim kam pas shumë të vështirë, nuk I disha as venat as kur gjindën. Tani edhe këtu materialet këtu mbajtëset, duhet goxha me hulumtu, herë në Fushkosu, herë rrethit Trenasit. Po tash për shembull këtu që janë shumë të shpesha, shkojnë 4 rullne me letër. Janë ato rullën 180 gram një. A këtu me tel, këtu marrin ma pak, po ka puna shumë. Për shembull ato mrapa që janë, edhe kjo nalë që është kjo vjullca, është mrena me tel, e ka telin, goxha punë duhet. Goxha me kon preciz për me bo telin, me bo me ngjitës, tani me qitë pjesën tjetër një me një, edhe mas pari duhet me pas nerva, tani me pas vullnetin e madh, edhe me arrit. Mirë po edhe nga qytetarët, këto punime janë pritur shumë mirë, madje dhe kërkesa është e lartë. Interesim ka shumë, po nuk e din Kosovë ju duken çmimet shumë të larta. Edhe pse tash duhet me llogarit edhe materialin, edhe punën që e bën, se është goxha një punë shumë e vështirë për me bë. Varet prej 60-ve, 70, 80-90. Varet prej qysh, po dhe duhet krejt ato me I marrë për bazë, me I kompletu, tani edhe pak punën tonë, se falas nuk punon askush. Kështu që, po mirë, për fillim është shumë mirë. Po
fluturin e kam po, edhe këto e kam po në internet, po tjetë, po i kam ble këtu dritat, pak me vështërsi, nashta dëshira ime është me punohet kështu me LED, po s'ja kam, s'ju mënu anej, kështu që me këtu dritat i kam marrë, i kam bo me material, me tel. Për të gjitha gratë, ajo ka një mesazh. Mesazhi im është që të gjitha femrat shqiptare pa marrë parasysh moshën, a është e re, a është e vjetëra, kam dëshirë që mos të hezitojnë, të fillojnë diçka, nëse kanë ndonjë ide, të ecin përpara. Se edhe një është me cek, kur kam fol para se me fillu, po du me punu diçka. Au, ti sa vjeti ki, që po dënë, plus jenë puna nena. Po dëshira ime është, i kam hedhë gjitha poshtë, aty kundërshtimet, edhe kam ecë për to. Punimet e saj unike ajo i shet përmes internetit, punime këto të veçanta dhe të punuara me një vullnet të madh.